Burime të afërta me lëvizjen vetëvendosje kanë konfirmuar se Faton Peci do të jetë kandidati zyrtar i këtij subjekti për kryetar të komunës së Mitrovicës në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor. Peci, aktualisht kryetari i Guxo dhe ministri i bujqësisë, thuhet se ka fituar garën e brendshme përballë dy figurave të njohura brenda vetëvendosjes, Armen Mujës dhe ish kryetarit Agim Bahtiri. Ky vendim i strukturave të vetëvendosjes vjen pas disa javësh konsultimesh dhe matjesh të brendshme elektorale në terren. Sipas burimeve, Peci është parë si figura më e qëndrueshme për të përfaqësuar partinë në një garë të fortë që pritet në Mitrovicë, një prej qyteteve më sfiduese politikisht në veri të Kosovës. Nominimi zyrtar i Pecit pritet të ndodhë nesër gjatë një vizite të paralajmëruar të kryeministrit Albin Kurti në Mitrovicë. Gjatë qëndrimit të tij në qytet, Kurti pritet të mbajë një fjalim ku do të përforcojë përkushtimin e vetëvendosjes për zhvillimin e komunës dhe për krahjen për kandidatin e ri. Megjithatë, burimet të brendshme flasin për pakënaqësi në radhë të partisë, veçanërisht nga ana e Agim Bahtirit, i cili shihej si njëri ndër pretendentët kryesor për rikthimin në garë. Bahtiri dikur ka qenë kryetari i Mitrovicës, kishte shfaqur ambicie të hapura për një tjetër mandat dhe konsiderohej si një nga figurat me peshë elektorale në rajon. Ka syre të forta që thonë se Bahtiri është duke shqyrtuar seriozisht mundësinë e një kandidimi të pavarur, i zhgënjur nga procesi i zgjedhjes së kandidatit. Një lëvizje e tillë do të krijonte jo vetëm ndarje brenda bazës së vetëvendosjes në Mitrovicë, por edhe do të sillte fragmentim të votës që tradicionalisht ka shkuar në favor të kësaj partie në zgjedhjet e fundit lokale. Nga ana tjetër, Armen Muja nuk ka bërë ende një koment publik lidhur me rezultatin e garës së brendshme. Megjithatë, ai vazhdon të mbetet figurë e rëndësishme në tegën lokale të vetëvendosjes dhe roli i tij në fushatën zgjedhore do të jetë vendimtar për të mbajtur të bashkuar elektoratin e majtë në qytet. Me nominimin e Pecit dhe tensionet e brendshme që po shfaqen, zgjedhjet në Mitrovicë pritet të jenë ndër më interesante të 12 tetorit. Kjo garë mund të shënojë jo vetëm një sfidë për opozitën, por edhe një test serioz të unitetit brenda lëvizjes vetëvendosje.